Qeveri legjitime ka prymë votat për president. 2004. Indjeri, Bajram Recep ka qenë në ndrimin e natës, kur në shkuj kanë policia, bodyguardë kanë thonë se kryeministri e bën. Apo nuk është qeveri provizore. Desha me thonë emrit janë gjithë që shdojnë, domethënë ka pas një lloj shtyrje nga jashtë për më bërë Gjavit. Po, e kuptoj. Qeveri tranzicionit. Është qeveri që koni afat caktuar. Qeveria Bajram Recepit është qeveria Se kandidati për kryeministër që është përzgjedhur në tjetër stancë, e ke pas Hakim Çiku në Bajram Kusumin. Nuk ka pasrimi akoma. Sot do merren vesh për blloku, falës. Jo, ja ka futur këtë për paroni, s'ka qenë ajo qeveri tranzicionit, ajo qeveri tranzicionit. U bosi Elverasović i AliExpress. Kosova ka pas një lloj qeverie tranzicionit, s'ka qenë qeveria në kuptimin e organizimit, me po mënyrë mas lufte ju kujtohet këshilli tranzit, këshilli tranzitor. Ajo po, këshilli tranzitor i Kosovës. Domethënë këshilli tranzitor dhe këshilli përkohshëm administrativ që kanë qenë dy organe të krijuara nga Unmiku, ku kanë marrë pjesë presidenti Rugova, kryeministri Thaçi, Recep Çosja, po kanë qenë, çka ka qenë konsultativ. Në qeveri ka qenë Unmiku. Po kanë pas vendimore të përbashkët. Ka qenë një lloj vendimore e përbashkët konsultativ ku kanë marrë edhe vendime që normalisht ajo ka qenë udhëhequr nga Unmiku. Mirë po ka pas edhe vendime temërimeve të ndryshme, këshillit gjyqësor, në atë kohë këshillit prokurorial, që kanë qenë organe ndërtim me sipër, bën natyrë punës ka qenë këtë tjetër. Situatë këtë tjetër të kthehemi te kjo tashmja. Pra, LDK-ja dul për një statët që është jashtëzakonisht tronë me letrën direkte që i dërgoj zoti Kurti për bashkëpunim. Tash çka ndodh, kjo tash mos spi ujë, edhe është ditë që spin ujë, që s'shkon shumë gjatë, dhe jemi para një statët, cilën realisht është e pashpresë nështë për mu zgjidh probleme, nëse zoti Kurti sipas asaj që shumë janë nga jashtë, nuk është në rundin e fundit të negociatave me provu edhe një herë me ata që ka filluar në fillim, me atë skenarën e parë që kemi quajtur skenarën me minoritetin ju serb dhe me nismën socialdemokrate. Prandaj, nëse nuk zgjidhet kjo nyje brenda atij skenarit parë të qeverisë që është pa qenë fillim që mund të bëhet, atëherë me gjas veç zgjedhet s'ka mbetë diçka tjetër, zoti Tahiri, apo jo? Jo, ka dhe opsione tjera. Mënej që s'ka opsione tjera se LDK-ja është e barikadume për mos me përkra një qeveri të ish opozitës. Sa hiqen barikadat, nuk e tash ai po thotë që unë nuk ndryshoj, unë nuk ju mashtroj, unë jam një rri besnik, s'di sa herë dul me postime zoti Abdi Gjiku, tash nuk e di. Është situatë vështirë, sepse ka do që të bane ka vështirë. Edhe me shumë zgjedhje mas vështire, ka realisht mendoj. Apo kë propozimi Kjo ma shumë leamene që dul prej një farë frike të LDK-s, se ju ka metë përget prej të kalumës, prej linqimeve, propagandës vetëvendosjes, që ti dush me ka një motor, që farë përgjigje i këthen vetëvendosjes, se propaganda atyne mund me tala fojnë zjedhët e ashme dhe mund me portretizu si blokusi i institucioneve. Dhe unë mene që kur farë nevoje për qeveri tranzitore nuk ka Kosova, se këto kur farë ndodhije pazakën nuk është ka ndodhë. Dhe në këto vetë misani pasakon ka ndodhur që Albin Kurti nuk i ka fitu 50%. Tash, për faktin që Kurti nuk i fiton 50%, mja bon një qeveri tranzitore, është e palogjikshme. Kjo zotnia nuk po arrin me kriju qeverin e as kryetarën e kuvendit. Atëherë zgjidhja është që një grup i deputetëve ose presidentës Mir Bothiri që me kërku interpretim pe gjykatës kushtetuese dhe më caktu një afat kohor. Këta le të ndrojnë kandidatën, nëse nuk i kanë votat për Albolinën, edhe le të caktohet një afat kohor 10 ditë, 15 ditë, propozimi për kryetarët kuvendit i takon këtyne edhe opozita, nëse është e gatshme, dhe nëse nuk friksohet, le t'ja merr qeverinë këtij. Na nuk jemi luftë me kërkan. Ukraina në luftë, nuk ka qeveri tranzitore. Më thonë, e ki opozitën atje që as nuk fol për pjesëmarrjen në qeveri, as për kur gjë. Na nuk jemi për momentin luftë me kërkan. As nuk jemi në fazën e fundit dialogut që do të me marrë një vendim gjithçysh në Bruxelles, se po flitet për temë shumë të madhe dhe do të me vendosë mrena muajit maj krejt politika kosovare, nuk ka kur farë vendimi. Se kë zotnia ka dorë keq në zgjedhje, nuk e ka arrit fiturën e thellë, kërkush nuk i ka bërsh me avoni qeveri tranzitore. Unë mendoj që Abdi Gjiku duhet me hiq tramën prej Albin Kurtit. Se nuk është e saktë gjithçysh që
nëse vetë vendosja inicion kampanjë linçimi, atëherë partia opozitore bjen vota në zgjedhjet e ardhshme. Okej. Ilir, më shumë se sa idenë e LDK-s ka me dashur refuzimin e PDK-s, pra, për këtë temë. Jo, shikon, në parem, ideja e LDK-s nuk më duk për mu hedhë qash kështu brutalisht, mu hedhë poshtë. Nuk ka qenë ide për me gjumë më njëherë kështu në start. Edhe ata kanë dalë, sikur këtë partit politike që po dalë me ka një ide, me ka një letër, me diçka, edhe ata kanë dalë me ide në tyre. Që që nuk është diçka jashtëzakonshme nëse kish arrit, edhe pse unë edhe në postimet mia në Facebook kam thonë që kjo më duket e parealizueshme, po në rrethona normale si shkon diçka jashtëzakonshme me u bën një qeveri e tranzicionit ose teknike që unë si të dëni deri në zgjedhjet të presidentit. Më shumë është duket mi evitu zgjedhjet. Mi evitu zgjedhjet, kështu që nuk është diçka tragjike. Mirë, po çka po lën shihen e keq që këtu në këtë situatë që u kriju, tash po duket që secili subjekt politik gjithkusht po mundohet me alon, me thoni farkile në anën tjetër. Dalën me një propozim ma ekstra, ma të veçantë, ky del me një propozim ma tjetër, ai tjetër, edhe që secili po mundohen dyqysh me axhu topin dikujt tjetër edhe me heq përgjegjësinë. Edhe kështu që jemi ka sillur në një farë rrethi kështu ku s'po mujna me kap bishtin ton, atë po duket që në këtë farë situate e vetmja zgjidhje janë zgjedhjet. Kështu që nuk na që po shohemi sot, do thotë ka një farë kryenësie të këtë subjekte politike, do thotë që mos me dalë prej kësaj situate, po mos të harrojmë përgjegjësia kryesore. I vjen partisë. I vjen partisë. Përgjigjen e morëm, pse Tahiri madje juve në përgjigjen, po morëm edhe pikat me cilat kanë me hinë fushat. Përgjigjesia, ama mos harrojmë. Mos harrojmë përgjigjesia i vjen këtu. Përgjigjesia i vjen partisë, e cila i ka marrë 48 deputet. Ata kanë përgjegjësinë të parë, do thotë për këtë ngërk që ku e kanë futur vendin, do thotë nuk janë gjendje me zgjidhjen e situatë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kështu që përgjegjësia atyre i vjen. Po veç apo amnistojnë për shembull partitë tjera, Abelard, tu i dalë me propozime, si LDK-ja për qeveri tranzitore. Të shku Mibli Krasniqin ta kemë me Kurtin për me gjetë një zgjidhje, unë mendoj që në një farë forme po amnistojnë Kurtin nga përgjegjësia që ka, se këtu dihet ashqeqore që veç një njeri ka fojit. Një njeri që ka 48 deputete, nuk arrin me zgjedh kryeparlamentarin, të kalumen, njerëz kanë pas më pak deputete, e kanë zgjedh kryeparlamentarin, e kanë kriju qeverinë u harruaja punë. Domethënë 48 deputeti ka drenër, edhe është i pazoti me e zgjedh kryetarin e parlamentit. Pse se del ti? Se është i pazoti se nuk ka votat, se nuk dhe me fol me njerëz. Se është i pazoti njeri me deli ofendon njerëz. Me konjeri pazoti se kishte tu zgjedhjet pas 4 vjet që ka qeverisë. Deli thet ato Lumer Abdixhikut. Ka këtu një diçka që fshitet pastaj. Ju s'keni pritur me shku në koalicione me parti tjera. Ç'është po pret marrëveshje ti me to, ku ti letër e fyn. Çfarë marrëveshje apo pret që Abdixhiku më thon, po zotin Kurti është e vërtetë, në kalumen nuk kena hezituar me shku me parti tjera, që po vim nesër edhe me ty. Domethënë kë ka pazotësi në komunikim me subjekte tjera politike. Kë me nisme në taku, 3 minuta para se më votu për herë të parë, kandidatja për kryeparlamentare e ka tralltu pa i kallëzu Fatmi Lima që nuk i nominu. Parti tjera, s'muna me i fajsu, edhe pse në taku, edhe zoti Krasniqi pse u taku. U bile unë para disa netësh të kur kem, për letrën e fundit që ja ka dërgu LDK-s, unë e këmë thonë që Abdixhiku do të me shku me u taku me to. Me dëgju çka po propozon. Çfarë ideje konkrete ka zoti Kurti. Nuk është kur gjë e keqe me shku me u taku. E keqe është me pranu kushtet e tij, me pranu poshtrin. Me dëgju zotin Tahiri, vetëm me pas